Përshëndetje edhe Agimit, dëgjuesit, shikuesit tonë të rregull. Si e? Shumë mirë jam, po pjusho dhe ju shumë mirë jeni, po do ta ballafaqojmë shana kalon ky vit diçka të mirë. Qa na ka mësu diçka? Po na ka mësu veç dështime jo fitore. Po thua, s'ka pas hiç fitore? Jo, Allah fitore, ma të ndyta, ma të egra, kur Kosova ti mbas luftës si ka përjetu. Se sa gjatë këtij viti, a? Ky viti është viti i të merrit e kësaj qeverie se inshallah po shpresoj që më nuk do të kthehet në vendin që e ka. Ty personalisht, nëse i referohesh dhe mendon nga janari, sepse të shumë shpejt nduket që ka shku ky vit. Po, ky vit do të shkoj, po do të na shkoj edhe deri në kamuj majit, se këta shkajon si të parët, s'kan mi pranu zgjedhjet. Do të thonë gjithçka po i lidh me zgjedhjet, me çështjen e politikës në vend. Po, që ajo politika populli jonë sot është kosht. Po, a na ka mësu diçka, megjithatë, do të thënë tër vitin ka pas shumë zgjedhje, jemi përballë. Po, përveç dështim dhe asgjë tjetër s'na ka mësu. Përveç dështimeve. Dështimet njëtë pas njëshme. Si mrena Kosovës, po dhe jashtë Kosovës.